Më në fund të arritë. Jo Kalaj e cila vizitohet nga shumë turistë. Edhe pse ora shënon 7 mbasdite, si që shikoni dhe vetë, është plot me turistë. Një kala e ndërtuar fillimisht qysh në parahistori nga Dardanët. Pati dhe një zhvillim gjatë kohës së Bizantit. Banua edhe në kohën e perandorisë osmane si një qendër e rëndësishme urbane, tregtare. Shkojmë pak më poshtë. Nuk e di për çfarë mund të jenë përdorur këto. Me sa duket si qeli në fakt. Nuk e di, nuk mund ta them me siguri, por formë qelie. Gjen vetëm 2 hapësira të vogla i rimi. Pas ka një industrie të konsiderueshme në fakt. Edhe këtu. Malisht është rregulluar dhe me kalimin e viteve kjo kala. Nuk ka pasur këtë formë që ka sot në parahistori. Gjatë viteve është vendor. Po që ta mendosh, mira vite më parë, kam punuar në këtë pamje të mrekullueshme. U lodhëm se ka një lartësi të konsiderueshme kalaja. Rreth 500 metra mbi nivelin e detit mbi qytetin, nuk e di. Me sa duket 500 metra lart mbi qytetin. Ja dhe qyteti i Prizrenit. Jemi në perëndim të diellit. Qyteti ka një sipërfaqe të konsiderueshme. Është qyteti i dytë për nga rëndësia. Qyteti më i dytë më i madh në Kosovë. Pas Prishtinës. Pas këtij qytetit. Do të ulemi pak. Po ta afrohemi të shikojmë. Edhe e Prizrenit që ka interesante. Ka një formë të strukturuar arkitektonike. Pak po shikoj dhe shumë turist turk. Po ngjitemi pak më lart. Një si tip ndërtese me kupol, ndoshta është përdorur dhe si xhami. Ura re që pak më parë ishin dhe disa turistë bosnjak. Ja pra miq. Një kala e mirëfillt shqiptare. Jemi në gjurmët e Dardanis.
Fjalët janë të tepërta. Pamje tregojnë më shumë se fjalët. Për këtë pamje madhështore që ka Kalaja edhe sot. Ju pafshin miqë dhe mbyllim të video për sot. Kalane Prizreni. Ju pafshim në video tjera.